emocionet që kanë ndjerë, besoj, në këtë përvjetor të rëndësishëm për Kosovën, por mbi të gjitha edhe atë çka ka parë e dëgjuar, apo edhe ndjerë pse jo në manifestimin që është organizuar sot për 4 ish-krerët e UÇK-s, një manifestim që siç thash edhe më herët, është ndjekur nga familjarët e të 4-ve, teksa qëndronin në një bar kafe aty në Hag. Përshëndetje zoti Krasniqi, faleminderit që jeni me ne në program, ju keni qenë pjesë e manifestimit sot, apo jo? Përshëndetje edhe për juve në studio, kënaqësi, po si që thatë, kam qenë pjesë e manifestimit të sotëm, i cili për kuriozitet kështu është një nga manifestimet më të mëdha që është mbajtur ndonjëherë në Kosovë. Nga organizatorët e këtij manifestimi thuhet që kanë qenë mbi 130.000 pjesëmarrës sot në sheshin kryesor të Prishtinës. Dhe të gjithë me një kërkesë të vetme për drejtësi dhe për një proces gjyqësor në Hag i cili e kontekstualizon të gjithë historinë e luftës së Kosovës. Ne duhet ta kemi parasysh që ka kaluar tashmë 5 vite që 4 të akuzuarit, por edhe disa të tjerë, mbahen në paraburgim në Hag. Një praktikë e cila shkon ndesh me Konventin Evropian për Drejtat e Njerëzit, sepse masa e paraburgimit zakonisht është përjashtimi, ndërkohë që kjo gjykatë dhe kjo prokurorie ka shndruar në rregull një masë të tillë. Dhe njerëzit në Kosovë sot në ditën e pavarësisë Kosovës, në 18 vjetorin e pavarësisë, e shprehen me pjesëmarrjen e tyre, me prezencën e tyre fizike, kërkesën për drejtësi. Ka shi një procesi i cili ka të i kaluar jo vetëm atë që është premtuar kur është votuar gjykata speciale në Kuvendin e Kosovës, po ka të i kaluar në masë të madhe dhe parimet ndërkombëtare të drejtësisë, përfshirë edhe parimet e Konventit Evropian për Drejtat e Njerëzit, e cila është faktikisht jo vetëm detyrim ndërkombëtar, por është pjesë edhe e Kushtetutës së Kosovës. Prandaj ne përballemi një proces i cili tashmë është në absurditetin e tij, gjithsesi përbën një kërcënim për shkak se nuk bëhet fjalë vetëm për 4 figura të cilat kanë qenë bartës të luftës çlirimtare, por bëhet fjalë edhe për narrativën e çlirimit dhe legitimitetin e shtetësisë Kosovës. Dhe në këtë drejtim është shumë e rëndësishme të kuptohet nga opinioni vendor, opinioni shqiptar, rajonal, po dhe opinioni ndërkombëtar, sepse nuk kemi të bëjmë vetëm me 4 individ, po kemi të bëjmë me një, siç e quan edhe prokuroria e kësaj gjykate, një ndërmarrje të njerëzve, dhe në këtë rast bëhet fjalë për Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, e cila është vënë para gjyqit për pastërtinë e saj, dhe këtu nuk mund të rrim kështu të zbathur, ose nuk mund të rrim të ngujuar në lloj kuptimi, por duhet të reagojmë të gjithë së bashku si kom, sepse kjo është edhe baza e shtetësisë Kosovës. E kuptoj. Profesor, çfarë mendimi keni për atë që ndodh në Hag? Ndani të njëjtin mendim me zotin Koçi? Duhet